menimi e marrë edhe pak është ka mungon vullneti ose nashta duhet një energji më të madhe me orientu në këtë drejtim, sepse për me komuna ka edhe probleme tjera, si ka veç problemet urbane. Shiqo, është edhe kjo, duhet me kuptu një gjallë që qyteti është organizëm i gjallë. Duhet me punu në aspektin që me ngrit përgjithsisht nivelin e arkitekturës, me ngrit nivelin profesional të arkitektave të ri. Mirë se vini në podcastin e radhës. Sot do të flasim për shumë tema interesante rreth arkitekturës, rreth mjedisit, rreth qëndrueshmërisë në përgjithësi. Sot kam kënaqësinë ta kam musafir një arkitekt i cili reflekton edhe përtej kufive të Kosovës, Gëzim Paçarizin, i cili studimet i ka mbaruar këtu në Prishtinë, mandej ka zhvilluar me studime tjera në Zvicër, dhe po ashtu ka kriju shumë vepra arkitektonike si në Kosovë, në Shqipëri, po ashtu edhe në vendet e zhvilluara evropiane, ku për të gjitha këto tema sot do të flasë dhe do t'i ndanë së bashku me neve. Mirë se erdhe zotëri Gëzim në podcastin tonë. Mirë se vëgjaj. Faleminderit shumë që gjete kohë me qenë pjesë e këtij podcasti, me bisedu sot shumë shlirë për gjithë ata që na përcjellin. Tash drejt prej aeroportit e këtu erdhe, është një nder shumë i madh edhe për neve, edhe për gjithë ata që po na përcjellin sot. A mundesh Gëzim pika të shkurta një përshkrim, sepse ka nevojë edhe arkitekt të ri, edhe komuniteti jonë përgjithësi, kosovar, shqiptar, gjitha vendet shqipfolse me ditë më tepër për Gëzimin në aspektin edhe profesional, edhe privat në pika të shkurta, sepse me të vërtetë shpesh herë ka njëherë i anashkalojmë disa figura shumë të çmuara që kanë lënë gjurmë edhe po lënë gjurmë në arkitekturën tonë shqiptare. A ka mundësi pak a shumë me na tregu për veten tonë? Hajde, do të mundohem pak me koncentru në disa të dhana të shkurta. Unë jam gjeneratës viteve 80, thotë kam studiu 4 vite në Prishtinë. Vitin e fundit para përfundimit kam emigruar në Zvicër në vitin 88, 89. Edhe mandej kam përfundu studimet në Gjenevë në vitin 1993. Do të thotë kam përmi 33 vjetë përvoj, edhe pse edhe gjatë studimeve në Zvicër unë kam punu. Nuk kam pas mënyra tjera të ekzistencës pas punës sime. Do të thotë jam i kësaj gjenerate të para luftës, periudën deri në mas luftës në Kosovë vitin 2002, mas studimeve kam vulltu shumë. Do thotë nuk kam qenë i bindur me u marrë me të vërtet me arkitekturë. Kam pas luhatje pak, edhe kam pas një pasion më të madh se sa tani, tash është pak zbeh, po të pasionin e udhëtimit, cilin e kam kombinu me kulturën arkitektonike, do thotë kam udhëtu shumë me dëshirën me njoftë botën, po me njoftë edhe arkitekturën e lashtë edhe bashkohore. Edhe dal nga dal në këto vitet e mas luftës, unë jam këtu në Kosovë në vitin 2002, 2003, edhe kam fillu aktivitetin, kam qëndru deri në vitin 2008, pothuajse ekskluzivisht kam punu vetëm në Kosovë, edhe këto në këtë i them periudhën historike pionjere të arkitekturës mas luftës fundit në Kosovë. Rindërtimin, periudhën e rindërtimit, do thotë unë e quaj edhe periudha heroike, thotë ku me të vërtet ka pas nevojë për punë të shpejta, nuk është shiqu fortësi, po thotë ka qenë periudha e bujshme edhe për mua, sikurse për shumë tjerë, po për mua sidomos. E mandej në vitin 2008 jam kthy për arsye personale, jam kthy prapë në Zvicër, për arsye familjare. Edhe mandej kam vazhdu me ardhë në mënyrë të rregullt, po jo me punë ekskluzive të Kosovës. Kam vazhdu me karrierën time në Zvicër, po edhe në Kosovë. Nga herë pak më shumë, nga herë pak më pak. Sa është e vështirë, Gëzim, kjo me jetu në dy bota, në dy shtete, edhe me mendësi tjetër, edhe me rregullat tjera projektuese? Po nuk është bërë në mënyrë të me ndonjë vendim të prem. Kupton, jeta është e tillë, do thotë është jeta e ka sjellë situatën, do thotë kam pas ngaherë kërkesa, ngaherë gjëra të cilat më kanë interesuar, ngaherë
ftesa që s'ka mujt mi refuzu, e tjera. Kështu që është, jam adaptu mirë, do thotë, edhe tash unë funksionoj pak si njeri me karrierë dyfisht, edhe pse për nga puna arkitektonike funksionon njëjtë. Nuk kam ndaj dallim të madh. Në procesi i punës është pak më ndryshe në Zvicër, po aspekti me vërtet qasjen e arkitekturës, ajo pjesa kreative është e njëjtë. Unë nuk kam punu për në Kosovë se është vend në zhvillim, me punu arkitekturë në zhvillim. Normal detalet janë pak ma low cost, janë me u gjindë kushteve, me u përgjigj kushteve të Kosovës, po në atë qasjen përfundimtare nuk shoh dallim. E brenda te Gzim, po më intereson, ku ki, natyrisht arkitekti gjithkohë ka qef me lënë gjurmë, po dëshira jote e brendshme, a është më e madhe me lënë gjurmë në Kosovë ose në Shqipëri apo në vendet e tjera evropiane? Aty tash me siguri ti e pret përgjigjen, po unë jam kështu tash komotu shumë, jam universalist, do thotë jam besoj e konsideroj vetin si njëri i botës, nuk shoh fort dallim, me rëndësi është me lënë gjëra të mira mbrapa. Nëse kam shans me lënë vendin tem, normal që është pak një pjesë aty ku kam lind, ku jam rrit, kam një pjesë më emocionale, po pse jo, kam qef edhe me lënë punë edhe në vende tjera. Me e këshyr, kam kalu ma shumë vite në Zvicër se sa në Kosovë, për shembull. Edhe në Zvicër një jem si qytetar zvicran. Ke marrë prej Zvicrës, të ka dhënë Zvicra gjithashtu. Kam shumë dashuni të madhe ndaj Zvicrës. Kështu që nuk e konsideroj si shtet dytë apo kupton. Absolutisht, po. Gzim, nga kjo përvoja që ke udhëtu nëpër vendet ndryshme të botës, jeton po ashtu në Gjenevë, në Zvicër, udhëton nëpër krejt vendet e botës, ke pa, je frymëzu, që e vlerëson këtë shpërfaqjen e ndërtimit ose arkitekturës të na momentalisht në Kosovë? Qysh e shef prej perspektivës tonë? Po shqo, unë e kam pa të i ardhë këtë situatë. A e shpërfaq mendësinë e shoqërisë tonë, gjithë kjo çka ka ndodhur arkitektura e sot me këtu? Shqo, neve na duket që është diçka specifike kështu te na, po kjo që është të ndodhur në Kosovë ka ndodhur edhe në vende tjera, në vende ku ka pas stagnim të madh, sikur te na ndërtimi ka pas stagnim të madh, 30-40 vite s'është ndërtuar kur gjë pothuajse. Edhe manej është një vrull i madh, ndryshimi ekonomik i sistemit ekonomik, mundësitë e reja të përfitimit, kanë bërë veten, është e pamundur një shtet që sapo ka dalë pi luftës, që ka vujt për me marrë pavarësinë, me ju përgjigj me drejtu një vrull të tilla, kupton, kështu që është normal që ka shumë gjëra që nuk janë marrë, janë mrapsht, po s'ke që t'ju bën, na si në kuadër të aktivitetit të profesional, duhet me pas me rujt një moral edhe me u mundu bile në kuadër të punës tonë me bë gjëra të mira. Unë jam mundu të jetën me bë gjëra të mira, pavarësisht se çfarë bojnë tjerë, nuk më ka interesu fort me bë. Është një sakrifis në vete, edhe kjo. Nuk e kam vrejt kur si sakrifis, është mënyra e ekzistencës për mua, realisht nuk e kam imagjinu kur jetën time ndryshe, edhe aktivitetin tim ndryshe. Për mua është vetmja mënyrë me funksionu, me ekzistu, me punu, është kjo që e kam bërë deri tani, me seriozitet, me pasion. Do ta shohim tamë çalojmë mrapa. Unë e kam pa projektet tua dhe jo vetëm mua, po janë vlerësuar, anë mban komunitetit të arkitektëve këtu edhe përgjithësi disa projekte që janë prezantuar edhe nëpërmes media. Unë kam përcjell janë të jashtëzakonshme, po do të kemi mundësi ato mi shpërfaq më sa ne. Po që të këmë të regu, këj podcast më tepër e ka si objektiv mi promovu praktikat e ndërtimit gjelbër, praktikat e ndërtimit qëndrueshëm, ku ndërtimi qëndrueshëm është një nocion bukur i gjanë, po në pika të shkurta na e dim fakultetet tona edhe të keqen, edhe në ato periuda, jo vetëm tona, me siguri edhe në fakultetet e tjera evropiane, nuk ka qenë
mjaft e zhvilluar kjo edhe si terminologji sustainability. Kur ka fillu ose mendësia jote për me fillu me mendu rreth mënyrës së projekturit të qëndrueshëm. Praktikisht na, për shembull, po nisna për vetin në fakultetin ton, pak u diskutu për aspektin e qëndrueshëm. E kena pas këtë fizikën e ndërtimeve, që ajo gati është. Kena konstruksione 3, landa, ajo kjo që i kena analizu, po jo ma shumë. Prej momentit kur ke dalë në Zvicër, me siguri ka ndrua dhe qasja jote e projektuar. A i ki apliku, tash api aplikon atë mendësin, përgjithësin. E vërtet që në gjatë studimeve, para 40 viteve, kjo ka qenë periudha e fundit e naftës së bollshme, naftës lirë. Ku nxemja s'ka kushtu kur gjë. Nuk kemi izolu, se kjo mirëqenia energjetike ka qenë, kemi mendu që është e pafund. Nuk ka pas nevojë me kursy energjinë, se ka qenë e lirë. Ndërsa para 40 vite ka fillu kjo dal nga dal këto kërkesat, normat, ndërtimit e tjera. Në Zvicër normal, qysh në fillim të karrierës time, kam qenë i ballafaquar me këtë aspektin teknik të qëndrueshmërisë. Po kjo nuk më duket mu temë shumë interesante, qëndrueshmëria e ngushtë kështu teknike. Ma tepër nga dal me vite jam interesu edhe tani jam shumë interesu në qëndrueshmërinë në aspektin e gjanë. Pikërisht, në aspektin urban, vendosjen e objektit. Sa komunikacion, sa ka transport publik, ai lokacion ku ndërtohet objekti e tjera. Edhe ma gjanë, do thotë, edhe në aspektin e ekonomisë kështu rrethore, cirkulare, qarkore. Life cycle, jetë gjatësi. Do thotë lokale, ballafaqimi me atë që është globale dhe ato që është lokale, pse lokale është ma mirë se sa globale, pse që ka ndodhur deri tani, do thotë në brenda shekujve. Ju jap një shembull që njerëz nuk kanë nevojë me qenë arkitekta për me kuptu, për shembull në qytetet në Prizrenin e vjetër nuk ka pas bërllog, çdo gjë është përdor. Nuk është gjujt kur gjë në fund. Çdo gjë është riciklu komplet. Ushqimi që ka mbet ju ka dhënë kazhë ose është bërë pleh ose në ndërtim çdo gjë është përdor gjithmonë. Nuk ka pas kur gjë nuk është gjujt. Parimet kur është prish një shtëpi, pjesë e drunit, fundit është djeg, por nuk është gjujt në natyrë. Do thotë edhe materiali nuk ka pas mjete transportit me prunë prej larg, do thotë gjithmonë janë marrë ato që kanë qenë prezent në vend, afër. Do thotë kjo ekonomia qarkore ka funksionuar në mënyrë shumë thjesht, por ka funksionuar 100%. Aspekti i kësaj do thotë i CO2-shit, materialeve, edhe ai ka funksionuar 100%. Ndërsa me zhvillimin e botës bashkohore në këto 100 vitet e fundit, 120 viteve të fundit, me materiale të reja, me teknologji të reja, është përzi pak puna. Është edhe një aspekt tjetër i cili për mua shumë i rëndësishëm edhe e theksoj shpesh, është, e them kështu në troq, ndërtesat që njerëzit i dojnë, janë të qëndrueshme, nga se jetojnë gjatë. Një ndërtesë e bukur që i pëlqen komunitetit ose thjesht një shtëpi e bukur që i pëlqen familjes, ato e ruajnë nipat, e stërnipat e nuk prishet kurrë. E mermetojnë, ajo është e qëndrueshme. Një ndërtesë që zgjat 200 vjet e më tepër, është e qëndrueshme. Një ndërtesë tjetër, e cila edhe nëse është brenda normave më të mëdha, po e ka një jetë zgjatje të 20 vjet, çfarë më bën mas 20 vjetëve? Atë stiroporin duhet me gjujt, ka me përfunduar në natyrë. Këtë materiali ka me ka me përfunduar në veturina. Me një periudhë shumë të shkurtë kohore. Prandaj arkitektura e mirë, arkitektura e cila duhet prej komunitetit ose prej porositësve, njerëzve që jetojnë te, ajo e ka potencialin e qëndrueshmërisë qysh në start më të madh. Krahas me këtë është me rëndësi edhe për publik gjanë aspekti klimatik. Një shtëpi e orientuar e mirë mundet me kursy deri në 50% me harxhu më pak energji, deri në 50% se sa një shtëpi e cila është e orientuar e keq. E ndërtuar e njëjtë. Pikërisht. Që pe marrë shkasin edhe një pyetje
e pash që e ki prezentu me një video në YouTube, një emision, Shtëpia në Suarek, ku e përshkrujt ku në salon është një grop e mbushur me zhavar, ku ajo e absorbon energjin. A mund është më na kallëzu që sistem kjo arkitektura pasive, si thëmë, arkitektura pasive, ose arkitektura e cila punon me diell, me energjinë natyrore, do thot me aspektin klimatik, në një mënyrë pasive, do thot pa mjete mekanike. Pa harxhu energji. Pa harxhu energji shtesë, pa elektromotor, pa thjesht. Një prej këtyne teknikave të arkitekturës pasive është teknika e rezervarëve termik. Unë në këtë shtëpi e kam bërë një rezervar termik. Rezervar termik, termi duket si diçka shumë sofistikuar, por realisht është një grop. Mënyrën sa më thjesht që ta kuptojnë edhe. Imagjino tash hapësina e sallonit është nuk ka podrum në sallon, podrumi është në një pjesë tjetër të shtëpisë, por në sallon do të komplet hapësina, kuzhina, ngrëntorja, salloni. Sa metra katror është diku rreth 50 metra katror, diku 48 nëse s'gaboj. Sa është salloni komplet? Është 1 metër e 20 nënte. Janë muret e izolune të lëshune në tokë, edhe ai volum është i mushur me zhavar, trash. Do thot, edhe dritaret e shtëpisë janë jug, dimnit dielli është më poshtë te na në Kosovë, do thot në jug, edhe futet deri, mundet shkalla bjen deri në 15, prej 30 deri në 15 gradë bjen kjo kondi i rrezeve. Edhe normale e ndriçon deri në fund të sallonit. Këtë i mshon dyshemes, e nxen dyshemeja e nxen përfundi atë rezervarin me zhavar. Tash nuk e krijon një temperaturë me 50 gradë. Po është me rëndësi edhe kjo sipërfaqja finale e dyshemes, po sikurtisht me keramik ai ka përqyshmërinë më të madhe. E sjell, do të çdo qoftë, çfarë do materiali e sjell temperaturën është brenda në rezervar diku 30, 25, 28. Tash imagjino natën kur vjen temperatura në 0 ose edhe në minus, brenda temperatura e brendshme ajo e ka inercinë diku 8 deri në 12 orë. Për me uftof. Para me nda, po. Dhe me thonë, gjatë 8 orëve, ajo ka me lëshu, nësë është 25 gradë për shembull, mjafton me nxe edhe 2-3 gradë edhe t'je më rrinë të amon temperaturën e nevojshme. Më pëlqej shumë. Ka shumë kësi teknikat pasive, cilat janë të njoftuna, që shpej vite edhe ventilimet, freskimin me shtigypat në thellësi tokës. Këto janë praktikisht teknika shumë të lehtë që realizohen, po shumë dobishme për funksionin e mirëfill të objektit. Kish me shku te shtëpia e kuqe Gzim, se tani po sillet shpesh edhe në rrjetet sociale si një projekt interesant, shtëpia e kuqe në Lezhë, që ka marrë vëmendje edhe ndërkombëtare. A mund me na tregu rreth këtij projekti pak më shumë për shtëpinë e kuqe? Shtëpia e kuqe është arkitektur low cost, me kushtueshmëri të ulët, është pasive, në kuptimin e qëndrueshmërisë, do të përfiton nga klima, nuk ka gjana të sofistikuara, do thot në arkitekturë, theksi është në hapësinë, me pas hapësinë sa më të madhe, që edhe shtresimi arkitektonik, teknologjik, i ndërtimit shtëpisë është eliminu në maksimum. Muret, për shembull, janë mure masive, pothuajse 50 cm, janë të lyme me materialin e njëjtë, edhe brenda edhe jashtë. Mure betoni janë? Jo, janë mure të argjilit. Okej. Po, janë argjil me vrima, 50 cm, nuk ka izolim shtesë, nuk kanë stiropor ose poliestiren, nuk ka poliestiren në shtëpi kërkon. Dyshemet ku kemi pas nevojë edhe kulmi me pas izolim më të madh, është bë me përzimje me kasht. Me kasht, me hirë edhe me gëlqere. A mund me spjegu qëta se më boni përshtypje? E di që edhe përpara i kam përdor barë TV-s për objekte në periudhën e mesjetës. Hira është material i vjetër. Edhe në region të na, shtëpit e vjetra hira është përdor, si material lidhës. Lidhës. Në ngjitës i parë, ma i vjetër është hira. Në beturinë e qumshtë, kur bëhet djathi. Po, hira e dinë shumë mirë, po. Është përdor për ndërtimtari, se ka funksionon shumë ngjajshëm me gëlqeren.
Thotë molekulat e hirës njëjtë sikurse molekulat e gëlqerës, kur vinë në kontakt me ujin, bymehen. Kur bymehen, ato e shtë mshelin vrimat, edhe lagështia nuk mundet me depërtu. Kur teren, prap tërheqen edhe lagështia depërton. Do thotë janë materiale të cilat marrin frym. Relativisht të lirat e ne, edhe gëlqerja nuk është material i shtrenjtë, është më i lirë se edhe ekologjik, shëndetshme. Na e kemi prodhu në vend, gëlqeren, hirën e kemi marrë në për këto... Po, ma shumë interesoj, ku e keni në për qumshtore? Po, në për qumshtore, ka shumë në region, në për kemi mbledhë kështu në për bidona. Se duhet sasi bege madhe? Po, duhet relativisht e madhe, po të se kemi zavendësu në vend të ujë, pak kemi përdor ujë, duhet sasi relativisht e madhe, po nuk është e shtrenjtë. Për momentin, se nuk ka në përdorim të madhe. Do thotë, edhe ka një tipar, për shembull suvaja me këtë përzimje, nuk qahet. Nuk qahet kërkon. Edhe nuk ka nevojë me qitë rjeta, nuk ka nevojë është plus edhe ka një aspekt që e keni parë ndoshta në publikime të shtëpisë kuqe, ngjyra unë i kam qitë oksid të hekurit. Do është oksid i hekurit i kuq, edhe ky nuk është material i ri, është material i vjetër oksidi i hekurit. Dryshku, është Dryshka ne kemi ble pluhun kështu, e kemi përzi me formulë do të me pas gjithmonë njëjtë, po ai e ka dhënë një ngjyrë e tash kjo përzimje e tre fish do të thotë hir, gëlqere, ran edhe oksid, e ka një tipar që funksionon me lagështinë e cila është në ambient. Kur vjen shi, skuqet. Është e kuqe all, është e kuqe e mbyllt. Kur ti vjen dielli, kur teret, vjen bëhet pembe. Po thuj se shkon ka e bardha. Do të ndryshon ton kohën ngjyrën. Edhe kur s'bjen shi, nëse ka lagështi në ambient, në mbrëmje për shembull Lezhë ka lagështi të madhe verës. Është një farë fenomeni natyror, edhe ajo mënyrë shkon ty skuq. Mandej skuqet jo gjithkanë njëjtë. Është shumë material i gjallë, është interesant, do thotë kështu, është fotogenik se po pa nai kosto diçka maramense, edhe ka një tipar që nuk ka nevojë me remetu kurrë, do thotë është besoj që edhe mas 50 vite është identike, sikurse sot nuk ka më pas nevojë. A u vlerësu në ai konkurs ose me ndonjë? Ende nuk kam aplikuar. Po kemi filluar tash me publiku. Është në rrjete, është në ashdeli në për këto revistat e platformat e mëdha të arkitekturës është publiku. Besoj që ka me batash jetën e vet, është shtëpi interesante se nuk është nuk është ndaj shtëpi me kosto të egzageruara. Manej është tipike, do të arkitekturës edhe time, po do është specifike për vend, do të është bo me... Apo të problem me realizu gëzim këtë shpi me mjeshtër, me ekipe, edhe me bimë, edhe klientin me bimë. Gati 6 vjetë, aty kom qenë, kom pas dur të lira 100%, po farë problemi, po kemi pas, është një fenomen, po edhe në Kosovë, në Shqipni është maj theksun, është ikja e fuqisë punëtore, nuk kemi ekzekutus të mirë. Shpesherë s'kemi ekzekutus fare. Nuk ka... Sidomos si doli pi shablonit, diçka që s'kan bo kur, hezitojnë shumë me... Të gjitha materialet cila duhet mu prodhu, është problem. Janë mësu me mjeshtët, janë të dhënën mas materiale që i blenë gatshme, në për bidona, nuk dihet çka ka në to, mundën me qenë gjana nocive, helmuse, për ambient, edhe për punëtor, për vetë, për punën e ty, gjatë procesit punës, më dhe gjatë procesit jetës. Nëse një shtëpi lyhet me një material, ai ka me bëj emanacionin në 30 vjetë, në 70 më shumë. Për që ata kërkohen indoor air quality në këto certifikimet e objekteve. Apo na i përmend edhe një projekt tjetër interesant në Shqipni, në Kosovë këtu? Në Shqipni nuk është projekti i parë, do të kem qenë aktiv deri tash. I kam disa projekte në zhvillim. I kam edhe 2 projekte tjera, po nuk kam ende me... Amo kjo për temën na që e promovojmë, praktiket e ndërtimit gjelbër shtëpia e kuqe është me të vërtet një shembull unik, edhe një model me marrë se si duhet mu... Po, kam eksperimentu shumë, do thotë, edhe shumë gjana janë vërtet, unë i kam bënë si tem në fazë të eksperimentimit, po me shiqu thellë hira, unë kam eksperimentu me hirën se kërkush
para me nuk ka eksperimentu me hirën, po tradicionalisht deri në fillim të shekullit 20 është punu tonkohen me hirë. Thot rezervaret në Gjirokastër tuit në shtëpitë e mëdha janë këtë punune me hirë. Interesant. Nuk ka pas material tjetër për me marrë ujë në brenda në për rezervare. Do thot nuk është material i ri. Po. Po unë e kam ripërdor, do të kam kthy pak në. Ama interesant tash arkitektët pritojnë me hi kësaj pune, ti pi qëndron besnik edhe kësaj arkitekturës kombinimit me arkitekturë tradicionale, me bën një projekt tamam qëndrueshëm, me përshtat me klimën. Po pritojnë janë bën ma komercial, po dojnë ma shpejt me ardhë deri te përfitimi. Në shkallë të vogël ekzistojnë mundësitë, besoj. Mund është me realizu gjana, e vërtet në shkallë të madhe është pak ma vështirë. Do të me fillu me i përdor këto teknika në apartamente, aty është këshen interesant. Më pëlqej ideja gjana që ku e është diskutuar. impakti shumë maj madhe. Për ato tullat që e diskutuam edhe Po, këto tullat e presune. Për shembull është material fantastik. Nuk është për momentin këta zhvillues në Kosovë janë larg çdo aspekti ekologjik apo kupton. Për që ato na po mundohemi me fillu diçka të paktën me këshillin e ndërtimit gjelbër, me bën spori një vedisim, qoftë për arkitekt, për inxhinier, çka është arkitektura e qëndrueshme, materialet ekologjike, tjera. Edhe pikërisht e di që je personi adekuat për këtë temë, të paktën për me kriju një farë ide të ri, të arkitekt të ri, çka është arkitektura e qëndrueshme, çka janë materialet lokale, ç'është duhet më përdor, edhe i sugjeroj që me hi me pa shtëpinë e kuqe, me analizu në rrjetet sociale, kish shënime, kish informacione të bollshme. Edhe pse jo me marrë si një model për me shpërfaq një arkitekturë tanishme. Në gjitha ndërtimet e mia në Kosovë kom përdor këtë qasje. Do thotë jam mundu me qenë i ndihshëm ndaj klimës, ndaj energjisë, do të me bën ndërtesa të cilat janë të kursyshme, cilat i kursejnë resurset, e cilat përfitojnë nga aspekti klimatik, janë të orientuar mirë, i kanë të organizuar hapësinat në një mënyrë të mëshme, të marë, smart. E ki respektuar rrethinën. Janë gjana të cilat janë natyrore në një arkitekturë të mirë. Nuk mundesh mjë ikë pa marrë parasysh këtë aspektin normativ, me normat izolimit e këto gjana tjera. Është këtu të na një gjë e cila funksionon, vetmja e cila me vërtet sjell rezultate është aspekti financiar. Nëse i thush një klienti që në ndërtimin bruto të një shtëpisë, nëse investon 20% ma tepër, ka me pas 50% fakturat e rrymës gjatë 50 viteve tjera, atëherë mundet me qenë interesuar. Kur kjo kalon në shifra, do thotë vërtet kjo puna e certifikimit, llogarit që sot mund mi bë, do thotë të harxhimit të energjisë në ciklin e përdorimit në ndërtese, atëherë është interesant me pas këto faktor që e vërtet unë gjatë karrierës time më tepër kam punu me në aspektin intuitiv, pak kështu me kështu llogari jo të shumë shkencore, po rezultati ekziston. Ti e përmendë atë shtëpinë Suarek, e vërtet na kanë mërri në periudhë ditore kur temperatura jashtë ka qenë -20, këta nuk e kanë lëshu në zemje deri në orën 7-8 mramje. Gjatë tonë ditës ka funksionu me diell, edhe me kursim të energjisë. Këto gjana janë të mundshme, nëse arkitekti është i ndihshëm, them ndaj klimës, aspekt klimatik, edhe aspektit fizik të diellit. Me vërtetë. Edhe Muzeu në Nënës Tereze kishte punu në Prizren, apo? Qysh ka shku procesi i këtij projekti? Është projekt shumë i gjatë. Konkursi ka qenë në vitin 2010, nëse s'gaboj. E kam fituar në një konkurs të vogël. Manej ka ndryshu parcela, kur ka fillu ndërtimi, këtu ndërtesat publike ti e din mirë, ndoshta publiku nuk e din, që në Kosovë ndërtesat publike mbikëqyrja nuk bëhet për arkitekta. Do thotë ne i bëjmë projektet, po manej komunat e caktojnë një person të punësuar të komunës, i cili bën një lloj mbikëqyrje, ashtu ta quajmë mbikëqyrje të ndërtimit,
që realisht është shumë larg nga një mbikëqyrje mirëfillt, kështu që projektet realizohen për gjysmë e tjera. Unë kam në këtë muze, kam intervenu, kam funksionu si mbikëqyrës vullnetar, pa pagesë, pa obligim kryerësi i punëve nuk ka pas obligim me më ndëgju. Nuk ka pas në obligim me më ndëgju. Do thotë unë dashtë me si të them kështu me njerëzi, me bind që mos me deviju shumë. Me gjithatë si kornizë, si forma jo është, me dashtë edhe në tardhmen mi punu do detaje mirë. Ka pauzu një 10 vjet, ka ndajt i ndërtun si i vrasht, i pa funksionalizun, edhe para 5 viteve është ndërmarrë ka qenë një vullnet me institucionalizu tamam me fut në veprim. Si vjet edhe vjet kanë fillu me i bë ekspozitat e para. Tash është i vizitueshëm në Prizren, është i hapur, çdo 4-5 ditë në javë, publiku mundet me vizitu. Për momentin është muzei i Nanës Terez, do të thotë nuk kemi shumë artefakte, po janë të letra, fotografi, do gjana që... Më pëlqej edhe ajo gjysmë kupolla lart, ai ndriçimi që vinte prej. Si arkitekturë është programi ka qenë shumë i papërcaktuar. Thotë unë kam kriju një hapësinë parcela shumë e vogël, thotë unë kam kriju një hapësinë vertikale, se horizontalisht ka qenë shumë e ngushtë. Thotë është një hapësinë vertikale që shifet mbulesa qysh në përdhes, do thotë kur. Mbi 3 nivele shifet sipër. Ka qenë ideja pak është në qytet vjetër. E pat hynorën pak ajo pjesa. Është tipare në Prizren gjitha ndërtesat publike ose kështu fetare janë të mbulune me kupolla. Shtëpitë tjera, ndërtesat e banimit kanë qenë mbulune me tjegulla. Me tjegullat kuqe, ndërsa ndërtesat tjera, hamamat, xhamit, të gjitha kanë qenë me kupolla, ose me plom, ose me gur, ose me materiale kryesisht me kupolla, do thotë mbi. Unë nuk kam dash me javnu një kupoll muzeut, po e kam bërë një gjysmë hark. Një gjysmë hark i cili është pak i intrigon, kështu kur e shef, se kupton menjëherë që nuk është shtëpi private, edhe pse nuk ka ndonjë gjë të jashtëzakonshme, në fasadë jashtë në pamje nga rruga, i ka 3 dritare, për secilin kat nga 1 dritare, ato shkojnë ty u rrit. Më e vogla është pjesa e hymjes poshtë nga rruga, dalin si në konzolla sipër edhe krijojnë një farë atmosferë në secilin mbulesë. Me shkrinë me ambientin përreth është pak ende ambienti i parregulluar, në rrethet janë disa zbrastina, ka qenë një shtëpi majtas, ajo është shkatëruar, është për momentin parking. Në djathtë është një ndërtesë e vogël, po me siguri shkon të rregullu ambienti, besoj që ka dalë ajo e gjen vendin e vet, i cili është një ndërtesë e vogël, e cila preket me ndërtesa tjera, gjithë sikur se ka qenë kjo silueta e vjetër e qytetit, e ndërtesave të vazhdueshme një mas tjetër. Po që është puna tash në Prizren, gëzim, se dhe atje ka fillu ndërtimi me të madhe, apo cenohet ajo arkitektura e vjetër përmes këtyre ndërtesave të larta në Prizren? Po, shiqon, në këtë aspekt është bërë një gabim i madh mas luftës që ndërtimet e larta janë futur edhe në qytet. A di pse po tham, falë që po shpesh herë me t'hujt, kur kemi puna me ndërkombëtar, e dojnë shumë Prizrenin, kur shkojnë në Prizren, i pëlqen pa mas Prizrenin. Imagjino neve që njohim, për mua Prizreni i vjetër ka vdek moti, tash është një siluetë e qytetit, është aspekti gjeografik që është i bukur, po për nga arkitektura, pos monumenteve sakrale, do thotë fetare, xhamive, kishave, nuk ka met në shtëpijat vjetra, janë 3-4 që janë edhe ato gjysmake, thotë jo. Janë disa rindërtime, disa restaurime të relativisht dobta ose të vogla në krahasim me masën e ndërtesave cila e kanë mbijetuar deri pas luftës. Ato i kemi shkatruar të gjitha. Rindërtimi është bërë me një farë arkitekture e cila është kërku par pastishi, është kërku mi në gjarë arkitekturës vjetër, do të kemi bërë gjanat sa të më rëtjet janë pa vlerë. Tu ju mundu mi në gjarë një farë arkitekture hipotetike cilën nuk e kemi njoft. Nuk e ka njoft kërkush.
do të thotë kanë menuar se nëse në një ndërtesë futen 4-5 dritare të vogla, ajo ka mi ngjatë qytetit vjetër, po jo esencën brenda atë. Kështu që nuk është në këtë aspekt është tmerr për mua, është një po Prishtinën se po ndërprej fal, e Prishtinën si e vlerëson si kryeqendër e Kosovës, ka po shkon. Çfarë identiteti o të ndërtu si kryeqendër? Tash e kemi edhe një kryetar, koleg toni, në arkitekt përparimin. S'po du më të sfidu në kuptimin me dhonë opinion për përparimin, po për një me kena prit na si koleg, si arkitekt, që përparimit do të bani një ndryshim. Që 4 vjet ka fillu disa ndryshime, po ka pas ja blokada, ja kënej. Po në përgjithësi, a peshe naj optimizëm me qeverisin e përparimit, se diskutum pak edhe ma herët. Për shembull, unë po e them ma gjanë, janë 26 vjet mas luftës. Thotë që 26 vjet na jemi të prit që dikush me zgjidh problemet e akumulume në Prishtinë. Ato nuk janë zgjidhur deri sot, kërkush nuk ka arrit një zgjidh, nuk po gjykoja ka pas tentativa me siguri, por nuk janë zgjidhur. Fakt është që është gjendja kaotike, është në trafik, në hapësina urbane, në ndërtime. Prishtina është tmerr. Mu Prishtina më pëlqen vetëm nga aspekti social, do të më pëlqen si qytet, më pëlqen njerëzit, më pëlqen mënyrë indirekte jeta në Prishtinë, edhe pse nuk kam kalu pjesë të madhe, e kam një shtëpi, jetoj kur të vinë në Kosovë, rrinë në Prishtinë shpesh. Më pëlqen Prishtina, por e vërtet që kjo aspekti, ajo që është bërë në Prishtinë para luftës edhe mas luftës, është vetëm një akumulim i problemeve të pasgjidhura. Në një moment duhet një zgjidh. Tash unë nuk është as momenti këtu me dhënë formula, nuk kam as formula, thotë se si mund. Via trosha, po diskutojmë si arkitekt besoj që mundën mu zgjidh këto probleme, ndoshta me vështirësi. Më herët, ti the këtu ka ndodhur edhe në shtetet e zhvilluara, sidomos, kur u bë emigrimi i zonave përreth, kur kanë ardhur komplet në qytete, kanë kriju probleme sociale të ngjashme, po i kanë tejkaluar në përgjithësi. Hausmani e ka ndrru përmi 60% të Parizit mërena periferikut, e ka modifiku me intervenimet e veta në ato vitet kur e ka bërë revolucionin e madh urban. Është e mundur, no? Po, është e mundur. Është e mundur, edhe ideja e segregimit, ndarje të lagjeve tash, që janë të ndarë të shkëputura me rrugë, edhe nuk komunikojnë njëna me tjetrën. Ide e mirë është edhe përparimi që pe proklamon. Dëmonë mi bo lidhjet e lagjeve dhe me funksionu, po kjo s'bot për i me brenda një kohë të shkurt, por unë po menoj menimi e marrë edhe pak është ka mungon vullneti, ose nashta duhet një energji më të madhe me orientu në këtë drejtim, sepse për i me komuna ka dhe probleme tjera, si ka veç problemet urbane. Shqo, është dhe kjo, duhet me kuptu një gjallë, që qyteti është organizëm i gjallë, edhe qyteti është organizëm i gjallë i gjithë njerëzve që jetojnë në qytet. Na kote presim Godon me ardhme na i zgjidhë probleme, dhe Godoja nuk vjen kur. Duhet si qytet, si shtet mi u pri gjana, duhet me punu në aspektin që me ngrit përgjithsisht nivelin e arkitekturës, me ngrit nivelin profesional të arkitektave të ri, që ata mos me ngranë më atë shujtën që ju është shërby qysh 40 vite e njëjta, më kupton. Me thonë, jo, tash dojmë diçka tjetër, dojmë me jetu me një qytet më të mirë. Ma dignitet shumë. Edhe që për cilin këta e gjenë formulin e vetë. Duhet generatat e reja duhet me funksionu ma mirë. Duhet me qenë ma të ngritun, ma të lartë, ndoshta ma të meqëm, me i zgjidh ndoshta problemet që gjenerata jeme nuk kam rri me i zgjidh. Po, a mungon edhe ky komunikimi i institucioneve, sepse kur është në pyetje për zgjidhjet problemeve brenda qytetit, kur ka zgjidhje probleme shumë të rëndësishme, ato duhet mu qitë në debate publike, duhet mu diskutu, jo me marrë vendime, për shembull vetë komuna, ose një person për një shesh, për shembull të flasim.
Do të më qitë të në diskutime publike, më diskutu, më marë parasysh për idetë e gëzimit, idetë e një arkitekti tjetër, idetë e një skulptori, krejt mi grumbullu, mi shqyrtu dhe me arterit e një zgjidhje finale. Jo një studio me zgjidh problemin e krejt një sheshit, një qytetit, si që është Prishtina, për shembull. Ose studio duhet me pas me të vërtet idenë fantastike. Që të gjithë tjertë me thonë, wow, sa mirë. Me pranu, me duar trokit, me miratu. A jo mi u servu, që kjo është edhe u kry. Jo, duhet me diçka që i përgjigjet komunitetit. Është edhe ky aspekti i ndryshimeve të vogla, që ka daldale i bojnë ndryshimet e mëdha. Thot nuk është lehtë me bani me veprime shumë të mëdhaja, me ndryshu gjendjen për 2-3 vjetë. Duhet me bërë shumë ndryshime të vogla ka daldale që me më rrinjë dikur me një rezultat. Po këto institucione duhet mi pri. Këto është e meta, atë punën që mundet me bërë shteti, nuk mundet me bërë kur OJQ ose organizatat e poshtme. Ne mujnë me thonë sot që është shumë mirë me ecë, me shku me biciklet, por njerëz kanë me hypë prapë në veturë. Por deri sa si ja ndalon ti veturën, ai ka me preferu se kërkon komforin më të madh. Të tjerë le të ecin, unë du me shku me veturën në punë ose në shtëpi ose aty. Vetëm shteti mundet me i bërë këto gjëra. Me një moment, kur mrin një moment që s'ka zgjidhje tjetër. Nëse na mbetemi në trafik 2 orë për me kalu në prej Dardanis me një lagje tjetër, atëherë herën tjetër nëse në kam duhet gjysore me vetur 2 orë. Prapë zgjedh. Këto gjana nuk mundet mi ba individet. Gzim, apo merr pjesë në konkurse projektuese këtu në Kosovë? Që unë kom marrë pjesë, unë ja kërkush dhe kom marrë pjesë në konkurse, po thuj se rregullisht. A di pse po tham se, më falë që po ndërprej, po kish me qenë për një vlerë e shtumë, një projekt i gëzimit, mu ekzekutu qoftë në qendër, qoftë me lanë gjurmë, se e di çfarë përkushtimi kiti për projektet. Edhe është gjyna në do konkurse, mos me fitu gëzim paqarizje, me fitu një arkitekt me përvoja minimale. Unë jam aktiv në Kosovë që 26 vjetë, 25 aty pare. 3 konkurse i kam fitu, vetëm njëni është realizu, 2 tjertë janë besoj që realizohen, po shpresoj që realizohen. Po kërkush s'ka humbë ma shumë konkurse se unë, se besoj që ka ndaj kolegi cili ka marrë pjesë në për konkurse e ka humbë aq shumë sa kom humbë unë. Nëse të resh çdo vjet ndoshta nga 2-3 konkurse i kom humbë, edhe kom vazhdu gjithmonë prap me punu, se çdo konkurs duhet me ditë që i kërkon spaku një 2-3 muaj punë. Spaku, për një ekip. Pse gëzim kjo mos me kur ti vlerësohesh gjithkund në Kosovë na nuk kemi institucion të konkursit. Kemi tendera. Nuk kemi institucion të konkursit. Komuna e Prishtinës në këto 3-4 vitet e fundit nuk ka bë asnjë konkurs ta mund të mirëfillt. Krejt janë edhe këto që këto viteve të fundit përparimi është mundu pak, kanë qenë si gjysmë tendera, gjysmë konkurse. Juria nuk është njoftë, është publiku masi është bë gjykimi. Unë e di me përvojën teme zvicrane, për shembull në Zvicër kur shpallet konkursi, gjaja e parë që lajmërohet në të dhënën atë konkursit, është përbajtja jurisë. Kush është juri? Kush është juri? Po. E këtu jo? Jo. Juria është pikpyetje. Po. Shpeshherë nuk dihet kur kush ka qenë, kush është një juri. Do thotë është e marrin të msheft. Manej vendos çmimi majult ose çmimi majult merr pajena më shumë e tjera. Manej kanë do kritere të pjesëmarrjes, cilat janë shumë të vështira. Për shembull ka kritere tash është hap, është konkursi për kujtimorën e Adem Jasharit në qendër, të nënkalimi. Kërkesa është mi pas 200.000 euro të qarkullume kompania. Ne kompanit më të mëdha i kemi, po këta të dvezhit nuk i kanë, është i eliminon komplet. Po i eliminon. Ai mund me pas ide fantastike. Në Zvicër nuk ka
kushte të kësaj natyre. Edhe këtu s'ka pas vend Nuk ka kushte për me marrë pjesë me një konkurs, mjaftohet me qenë i licencuar, me pas një licencë zyrtare. Thot me qenë arkitekt i licencuar që ki drejt me u marrë me atë profesion. Shpeshherë muj me marrë, edhe mas me pas, muj me marrë jashtë zyrës. Unë kam marrë pjesë shumë konkurse ku jam bashku me 2-3 arkitekta tjerë, edhe ne kemi bërë një farë memorandumi me zveti që nëse fitojmë konkursin, e krijojmë një zyre 3 për atë konkurs, për atë ndërtesë. Që mos mi përzi aktivitetet e zyreve reciproke në gjëra tjera. Këtu kërkohet me pas këto. Kjo i hek komplet atë pjesën, i eliminon një pjesë të madhe të pjesëmarrësve. Mandej që ky aspekti tjetër është shumë jo transparent. Nuk dihet kush na gjykon, pse në çfarë baze gjykon. Është tmerrën këtë. Me të vërtetë nuk ka asnjë parakusht, nuk është i përmbushur që më thon okej, është interesant me marrë pjesë në konkurs. Po unë kam marrë pjesë që shto ty pej vullnetit me lënë diçka, nuk kam bërë kurrë asnjë konkurs që e kam dorëzuar, nuk e kam bërë shkeleshkot, të gjitha janë projekte interesante. Është interesant me bëni një monografi me tonë ato konkurse, po edhe do të vazhdojnë të ardhmen, po është me të vërtetë energji e madhe e humbur. Ti e din që edhe konkursi i xhamis këtu te posta, xhamia e madhe që po ndërtohet, edhe Zaha Deda të Redin, edhe ti pas ke marrë pjesë. Dhe u përzgjedh një model një xhamie të Turqisë. Çka mendon për këtë temë? Tash mirë ma përkujtohet, ne kemi harru pa kjo, kanë kaluar shumë vite 2012-2013. Tash është në ndërtim e sipër xhamia. Po, është ndërtim e sipër, është adoptuar një model i paguar prej turqve, i financuar prej turqve. Edhe imponum thuaj, a? Model otoman, do t'i kësaj xhamisë otomane, me shumë minare, po modeli bazik, i gjitha xhamive të ndërtuar në Kosovë në periudhën osmane. Ne e dim shumë mirë që edhe në kohën e Sinanit, do thotë para 500 viteve, arkitektura e xhamive në perandorinë osmane ka qenë më inovative se sa kjo që është realizuar në Kosovë mas luftës së tek ne, do thotë gjitha xhamit janë bërë me model të njëjtë, në formë të njëjtë. Edhe kjo e madhe, veç është e madhe, po nuk është për nga arkitektura, nuk është ndonjë gjë. A kemi mujt me pas një ndërtesë me karakter shumë të madh dhe shumë të fortë, me një shprehje shumë të afërt me neve. Ndoshta edhe komuniteti fetar islamik ka mujt mu i ri, ka mujt mu identifiku shumë a mirë një njeri fetar sot me një ndërtesë tjetër, se sa kjo ndërtesë e cila ju duket si ndërtesa e gjyshve, së të gjyshve, po kuptone, jo si diçka që është e tyne, që i përgjigjet jetës që ata jetojnë sot, po kuptone. Rrethonave shoqërore, kësaj periudhe. Kështu që kjo është arkitektura duhet me përfaqësu, apo? Pikërisht rrethona. Për nga arkitektura është dështim i madh. Por nga aspekti këtyre institucionit fetar, ata do ta bëjnë një ndërtesë të madhe të vetën. Po për nga arkitektura vlera është zero. Njëjta gjë është me kishën, me katedralin. Katedrali është e dobët, e varfër, për nga arkitektura është zero. As nëse më thush 1/100 nota, unë e zero, as nish. Po, është e vërtet. Edhe është gjyna se i kemi në zemër të Prishtinës, kanë mund me qenë dy objekte ikonike, edhe me përfaqësu. Është një gjë e cila më flen për të na sa diskutojmë këtë temë me për forume e tjera. Unë e theksoj, shiqo, nuk është arkitektura është shprehje edhe e popullit, e jona. Na duhet me kriju një shprehje tonën. Jemi shtet i ri, po duhet edhe arkitekturën tonë me e pas në një mënyrë. Neve na duhen gjana origjinale që janë tonat. Nuk duhet vetëm me i kopju arkitekturën globale, ajo që po bëhet nëpër botë, me mundu me çdo kusht mi pru arkitektat e famshëm këtu te na, me na i bë institucionet tona. Po pse mos mi bën na vetë, po kupton. Dikush mundet me m'akuzu, me thonë, po kush është i aftë me bë këtë punë në Kosovë. Nështë s'ka pas njerëz të mjaftueshëm mas luftës, po sot ka. Numri i të diplomunëve të arkitekturës nëpër universitetet evropiane botnore është shumë i madh. Unë kam qenë ndër të partë, po ai numër është rrit shumë. Edhe ky argument nuk qëndron më. Thotë na mujm, po më tepër është ka mungu deri sot arkitekt që kanë dhënë shembull me gjëra unike, po të inspiruar
tonë atje, kupton, pe botës tonë. Cilat janë tonat, Gzim? Cilat janë tonat? Cilat elemente janë tonat për me identifiku arkitekturën tonë? Kosovare, Këtu duhet me ditë një gjë, me bo një dallim, qysh në fillim, nuk janë ato që shifen ma të rëndësishmet. Ma të rëndësishmet janë ato që nuk shifen. Të gjëna që nuk shifen, një hapsin nuk shifet, një hapsin përjetohet, por nuk shifet. Imazhi i hapsinës shifet, po imazhi mundet më kanë i mashtrueshëm, e ka kupton. Do të këta janë mundu në Prizren, Prishtinë, për qytetet vjetra, për në Gjakov, nëse i marrin elementet e arkitekturës vjetër që kanë me bën një arkitekturë e cila ka nivelin e ngjashëm me arkitekturën e vjetër. Po ajo është e pamundur. Është dështim se ti e merr aspektin formal, po jo bazën brenda, që atë kjo pjesë që nuk shifet. Aspekti i hapsinës, aspekti i strukturave, i organizimit, thjesht i një lloj organizimit të institucionit vetjak, me mundësit tona. Normal me gjonat cilat qojnë kapak të prekin në për në një trashëgimi. Materialet lokale. Ta marrë parasysh, këtu nuk do me thonë kur gjo, po ndjeshmëria e një arkitekture që është e jona, mundet me u transformu në diçka edhe moderne, edhe bashkore, edhe sot. Nuk kam ndaj formul. Po të kuptoj. Nuk kam ndaj formul saktune, po kjo qasje duhet me ekzistu. Duhet me ekzistu. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Është vetmja mënyrë që na me mbijetu si krijues, apo kupton. Unë duhet me pas diçka specifike. Është kështu. E vërtet. Mos me kopju, mos me kopju gjithçka. Ki po, gjithçka u bën uniforme tash. Edhe tena kur të fillojmë me projektu një lloj fasada, fillon e shën krejt objektet përdoret një shtëpia, parafarsisht njëjta me ato LED-at, me ato ndriçimat, me atë farë glamurozën, ç'më thon teprume. Po na mungon tamam ajo identitarja, ajo që buron prej popullit, një arkitekturë më e lashtë, që the edhe vetë që e shpreh edhe atë shpirtin e këtij vendi, që ajo është shumë e rëndësishme. Edhe në një mënyrë, nuk duhet me harru kurrë, këto e kam mësuar prej Malapartes, arkitektura duhet më konë portret i njerëzve që jetojnë në te. Shumë interesant. Unë nuk jam të ndërtu këtu për Amerikan, ose Gjerman, ose Francez, ose Zvicran. Këtu jam të ndërtu për Kosovar, në Shqipëni jam të ndërtu për Shqiptar. Shumë e vërtet. Edhe duna me bë, s'paku në aspektin teorik, me bë arkitekturë e cila është një lloj portreti joni. Ky më flet mu, ato tjerë nuk më flasin. E përmene pak më herët që the me marr arkitekta pi botës. Në Shqipëri kjo dukuri është shumë e shprehur tash. Gzim, arkitektat famshëm nga e gjithë bota po realizojnë projekte të mëdha. Edi Rama me qeverinë e tij po i përkrah dhe po dën me kriju një farë identiteti internacional, që më thonë. Qysh e vlerëson këtë idenë e Edi Ramës edhe importi arkitektëve botëror në Shqipëri? Ta kemi të qartë një gjë. Unë nuk kam kur gjatë të kundërt, nëse muj me sjell arkitekta të mirë, po me të vërtet të mirë. Jo pseudo të mirë. Jo njerëz që janë vetëm të famshëm, po që realisht nuk kanë ndaj arkitekturë. Ka shumë prej këtyne që konsiderohen si star arkitekta sot, po që janë të vdekur për arkitektura që shmoti. Ata nuk bajnë kur gjë interesante sot, pos gjëna që janë komerciale, që shkëlqejnë shumë e tjera. Po arkitektat mirë, jam i mirë se ardhën. Absolutisht. Kjo, po ta kuptojmë edhe një gjë. Nuk duhet me mbyll kur derën edhe lokal. Arkitektave lokal, arkitektave të vendit. Po gjithmonë nëse Shqipëria ka anon nga ajo me sjell arkitekta të mëdhaj në Shqipëri, në rregull, po duhet me kriju kushte, me pas tot motivim edhe për arkitektat e vendit
me bë gjëra të mira. Nuk mundet me mbinë kërkush që nuk ka arkitekta të mirë në Shqipëri ose në Kosovë. Është rrënë sa malje. Ka dhe të në arkitektat këshillt, ka dhe arkitektat mirë. Tash, normal nëse ka konkurencë të shnosh, ajo ka me pru të i përmisu gjana, të i kryu shprehje më të mira. Po, kjo ka me në një mënyrë edhe me u mundu sa do qeveria nuk mundet pjesa më e madhe që po jap një shifër. Për 53% me statistika në Shqipëri është shtëpia private. Ndërtime. Gjitha ndërtesave që ndërtohen, për 53% janë shtëpia një familjare. Ato, sinqerisht, nuk ndërtohen me arkitekta të starë të mëdha, se s'u paguën kërkush. Ato gjitha kanë ndërtuar me arkitekta lokal. Tash, nëse arkitektat lokal janë të konsiderohen vetëm si arkitekta lokal të arkitektave të famshëm, si lloj gjysmë sklevrizmi apo kuptoni. Me kry pjesën teknike vizative. Kjo shkon krijon një varfëri, a nëse na jepet mundësia dhe neve, do thotë me funksionu në këtë sistem, atëherë është mirë edhe me pas konkurrencë më të shnosh, pse jo. Në aspektin e konkurrencës nuk jam kundër, po jam kundër kur neve nuk na jepet mundësia. E minimizon mundësinë, e vërtet. Jemi kafuni gati gëzim, kena mohabet shumë, u knaq shumë, unë për veti u knaq atu të ndëgju, qaq bukur pi përshkruan. Ishim këthyt në atë Kosova Green Building Council, ma që e kemi themelu, pa kena folë të rregull në telefon. Është një hap modest, nështë ta? Për me vedisu qoftë komunitetin e arkitektëve, inxhinierëve, edhe qytetarëve, rreth qëndrueshmërisë, materialeve gjelbra, materialeve lokale, tjera. Por na kena bërë një marrëveshje me DGMB në Gjermane, ku ata ishin detin kuptimin e trajnimeve, sa i përket cirkularit energjisë eficiente, EU taksonomisë për biznese, me ndihmu për me çu produktet në Evropë e tjera, por më rëndësisht me shka është certifikimi i objekteve. Ty sigurisht ke pas eksperjenca edhe në Zvicër edhe jashtë, a ke pas rast me punu me ndonjë projekt që është certifiku, apo ke njohuri kështu të përgjithshme rreth procesit? Po thuajse të gjitha. Okej. Jo të gjitha, por një pjesë e madhe. Thotë, certifikimi nuk është obligativ, mirë po certifikimi në Zvicër është një formë e lehtë që me emërri nivelin normativ të një ndërtese të duhur që nevojitet për me marrë lejen. Që kur shkon ti në institucion të shtetit, kur i bojnë ata kontrollet e veta, nëse ti ke kalu në për ja u qenë certifikatën e thot për shembull shkallës parë ose dytë të nivelit një vlerësim i cilësisë ndërtimit është. Po, atëherë është një hap lehtësim normal. Po, absolutisht po. Në proces. Po. Por ndryshe nuk mirën lejet. Zvicra nuk mund të besoj gjithçka nëpër Evropë, nëse ndërtesa nuk është e certifikune në aspektin e qëndrueshmërisë me një shkallë minimale, nuk mundet me u autorizu. Nuk mirat leje. Pikërisht na si KGBC mi të i promovu qëto praktike, të i marë praktikat e DGMB-s gjermane, gradualisht jemi të tentu edhe përmes institucioneve, mi fut disa rregulla që janë në harmoni me BE-n, për me ecë për para mandej, edhe me komunat, edhe me Ministrinë e Mjedisit, planifikimit hapësinor, por edhe me Fondin e Kosovës për energji eficiente, nështë edhe një njohuri me fondin që të i marrë këto masa. Kemi do bashkëpunime shumë të mira, ta shohim, ta qysh Unë ju kisha thonë, ju kisha vëllëzu pak edhe me shiqu edhe këtë anën tjetër, thot, ma tepër në këtë fazën iniciale, thot, fillestare, me shiqu aspektin e ndihmës. Thot, me funksionu ma tepër si organizëm i cili ndihmon profesionistat në trajnimet ma tepër përmendan. Jo vetëm trajnime, për shembull gjana të cilat i blejmë në për treg me i pa çfarë koeficientit izolimit kanë, ata me pas certifikim ose me pas një shpeshherë blejmë materiale për cilat nuk kemi, nuk i dim çfarë performance ka. Kanë, apo kupton. E këto për shembull me qenë ndim për nëse unë
thrasën në telefon, thonë klienti im do më përdor këto materiale. Çfarë potenciali kanë, po kupton. Për shembull këto janë gjëra të cilat na mungojnë. Edhe të cilat si gjitha si zyra në Kosovë nuk mundesh me gjetë e vërtetë, është e vërtetë. Është edhe një prej objektiva dhe na që e kemi si ka produkt që i kanë do certifikime. Po, i kanë disa. Po në anën tjetër tani kanë ata lloje prodhimeve të cilat nuk i kanë të detajuar për një prodhim për tjetrin, cili është sa etj. Ka shumë materiale që importohen, për to nuk dim. Po prej ardhja se. Për që ato DGMB-a i ka ato metodologjinë e vetë që identifikon përmes certifikimit çdo materiali, se nuk mundesh me shti. Sepse në certifikatat e DGMB-s bëhet edhe analiza e jetëgjatësisë së objektit, sa përgjatë gjithë jetës liron CO2, sa mbon karbonin, etj. Për fond, folëm pak me Melosin për inteligjencën artificiale si një arkitekt që një periudhë gjatë. Çu sheh këtë inteligjencën artificiale tash në arkitekturë, si një mjet, si një tool për me zhvillu projektit? Apo sinqerisht jam neutral, nuk kam ndonjë mendim të prejnë. E shiqoj me kuriozitet, pak se gjithë tjerët, pak me frikë, pak me kuriozitet. Normal çdo gjë që mundet me largu këtë aspektin banal të punës, do të aspektin thjesht teknik, cili merr kohë për me zhvillu dosje etj. Është mirë se ardhën, po në anën tjetër doza e frikës është në këtë në aspektin sa ne i japim energji iniciale zhvillimit një koncepti. E vërtet, unë e kom përjetu kohën kur kemi vizatu me dorë, ndoshta nëse atëherë është punu 100% në zhvillim të një konceptit, kur kemi fillu me përdorimin e softvereve vizatimit, këtyne CAO, këto vizatimit e asistum nga kompjuteri, me AutoCAD. Ky aspekt ka ra në 50% është. Rreziku është që është me AI, me shku hala, nuk i ko për nëse fillojnë konceptet, mu bëmë me AI, kanë mu bë shumë shpejt, edhe na kemi më shëndru në përzgjedhës të një forme. Edhe mos ta harrojmë një gjë që kjo përzgjedhja ka më bërë gjithmonë në aspektin formal. Në atë aspektin tjetër të shijimit hapësinës, se mos ta harrojmë një gjë që arkitektura nuk është një pjesë e vogël ajo që shifet. Arkitektura është lami e cila ka të bëjë me volum, me hapësinë, me gjithë ajo që ndodh në hapësinë. Unë e marr një shembull për me shpjegu këto, them arkitektura është sikur një gotë që mushet me ujë. Tash kjo gota, gjami për rreth, është mbështjellja e një arkitekture, janë tullat, blokat, betoni, kjo anekni. Po arkitektura me fjalë kjo është kjo mrena. Shija. Kjo zeroja, do të kjo ajri, ai kupton, eteri. Kjo që nuk shifet. Kjo është ajo që na e bëjmë këtë mbështjelljen për me nxonë që të hapësin mrena. E kjo nuk shifet, kjo mundet vetëm me u përjetu. Në bazë të masisë hapësinës, ndriçimit që ajo ka, funksionon krejt ndryshe. Drita hin ndryshe, zoni kalon ndryshe, ka hapësina të cilat janë të tmerrshme për me bisedu në to. Ka hapësina të cilat janë fantastike. Ka hapësina të cilat janë e pamundur me punu në to, pse është ndriçimi i madh ose i vogël, ose janë terta ose kësios. Shiqo në një prej tipareve të tempojve egjiptian, tempoj e vjetër egjiptian, flas për 2000 vite e tutje, është aspekti i zonit. Tempojt egjiptian fillojnë me hapësina të hapura të mëdha, të cilat shkojnë ty ngushtu, derisa të mërrim në shenjtore, pjesë të më të shenjta, të cilat janë total të errta, pa dritare, të mbyllura komplet, ku nuk njihet kur gjë. Ku është një qetësi absolute. Qetësia absolute nuk mundet më mërri me kur gjë tjetër pos me arkitekturë.
ose duhet me shku në ato në malet ku s'ka ma gjelbrim, dhe përmi 3.000 metra katror, nëse s'ka na stuhi me përjetu qetësin. Për ndryshe gjithmonë jemi në... Këto janë aspekte cilat AI-a nuk mundet mi menaxhu. Ose mundet mi menaxhu në bazë të dhënave ne që i thojmë, por nuk janë të kapshme. Voilà, kjo është e ki përshkru fantazi, një përshkrim edhe për arkitekturën, përgjithësi edhe për tritë dhe ata që na përcjellin. Një diskutim shumë i vlefshëm, edhe shumë i rëndësishëm, unë nuk knaqja të ndëgju, të i përshkru. Ato, për fund gëzim, a ki me thonë diçka para se me përmbyll në këtë farë podcasti. Kemi shumë me folë, po s'po të lodhemi se sot edhe vonë prej rrugës sa ke ardhë. Edhe të pak të një mesazh për arkitektat e ri, për arkitektat në përgjithësi të Kosovës, Shqipërisë, për investitorët, ose një mesazh për fund që ki qef me nda me njerëz. Kisha mujt me theksu thjesht atë që është më e fuqishme te unë, do thot pasionin ndaj profesionit, cilin e kam pas prej pothuajse gjithmonë, po i cili nuk është zvoglu me kohë, po ka shku të ju rrit. Unë jam aq i pasionun sot sa kam qenë para 30 vite, ndoshta edhe më tepër. Vërtetat e mëdha në jetë janë gjithmonë gjëra të cilat në momentin kur ne i kuptojmë, e kemi ndjenjen që kemi diçka në dorë. Po me kalimin e kohës, kur i kthehemi e shohim që nuk është më këtu. Të gjitha gjërat e rëndësishme nuk janë qëndrueshme. Duhet i vetmi element i cili mundson me vazhdu me i përjetu gjërat e fuqishme është pasioni. Pasioni si lind, si bëhet, si zhvillohet, aty nuk di, nuk kam përgjigje. Mirë po, ata që kanë pasionin, duhen më marrë me arkitekturë. Ata që se kanë pasionin në arkitekturës, humbin kohë. Se është lami e vështirë, është lami që kërkon shumë energji, edhe mundet me kriju shumë të dame shoqënisë edhe rrethit njerëz që nuk kanë pasion të mirëfillt. Nga herë edhe ata me pasion të gabun krijojnë gjëra të këqija, e lema ata që s'kanë fare, që thjesht mirën me këtë profesion për përfitime tjera. Faleminderit Gzim shumë që ishe pjesë e këtij podcast, neve na ke nderuar shumë, edhe pse prej aeroportit e këtu ke ardhur, na e vlerësojmë shumë, po besoj që edhe temat që i kemi diskutuar kanë qenë dobishme për arkitektat, për inxhinierët, për komunitetin e përgjithshëm, sepse eksperienca jote, përvoja jote është shumë e vlefshme, edhe kjo duhet më vlerësu kombëtarisht, mendoj. Kombëtarisht, jo individualisht, për na si shtet, si institucione duhet me vlerësu punën tonë, dhe me faktin që je sot këtu, unë e kam vlerësu maksimum, edhe është një nder shumë i madh që i kam pjesë e këtij podcasti. Faleminderit. Të nderuar mysafir, me kaq po përfundojmë këtë podcast. Shpresoj që sadopak me këshillat, me informacionet që i ndajti Gzimi, Gzim Paqarizi, arkitekt që unë e vlerësoj një ndër arkitektët më të mirëfillt trojave shqiptare, besoj që keni përfitu. Shihemi në podcastin e ardhshëm, ju lutem shpërndane sa të mundni më tepër që gjitha këto informacione kaq të vlefshme të shkojnë dhe të jenë pjesë e edukimit gjithë aty në njerëzve që e përcjellin këtë podcast. Faleminderit shumë.